Mos ma përmend nënën. Shpërthem Benita ndaj Albës, tension maksimal në shtëpi. Situata mes Albës dhe Benitës ka dalë plotësisht jashtë kontrollit, duke u shndërruar në një nga përplasjet më të forta dhe më të tensionuara të momentit. Debati, që nisi si një shkëmbim fjalësh, eskaloi shpejt në tone të larta, me emocione të forta dhe reagime të ashpra nga të dyja palët. Në kulmin e konfliktit, Benita ju afrua shumë pranë fytyrës së Albës, duke e vendosur në një distancë shqetësuese dhe duke bërtitur me zë të lartë: "Mos ma përmend nënën." Reagimi i saj ishte i drejtë për drejtë, i ngarkuar emocionalisht dhe tregoi se tema e familjes kishte prekur një pikë shumë të ndjeshme për të. Megjithatë, pavarësisht nervozizmit të dukshëm, zërit të ngritur dhe paralajmërimeve të përsëritura nga Benita, Alba nuk u tërhoq nga qëndrimi i saj. Përkundrazi, ajo vazhdoi ta përmendte nënën e Benitës, duke theksuar se ajo është e sëmurë dhe duke e përsëritur disa herë këtë fakt, veprim që vetëm sa e rriti edhe më shumë tensionin mes dy vajzave. Ky moment ka ngjallur reagime të shumta si brenda ashtu edhe jashtë shtëpisë, duke hapur një debat të fortë mes publikut. A duhet të përfshihen familjarët në konfliktet personale? Dhe ku qëndron kufiri mes lojës, debatit dhe mungesës së respektit? Përplasja Alba Benita pritet të ketë pasoja edhe në ditët në vijim, ndërsa publiku mbetet në pritje për të parë nëse kjo situatë do të qetësohet apo do të sjellë përplasje edhe më të forta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.